when you play with me, everything you make me see. I love your arms around me, I love my dreams to come true. Cause all I wanna do is let lovers do. And if you wanted to, let's say you're loving me too. Se zemrën të dy nuk e lam peng. Nuk e di pse doja që ta trembja pak. Po që thonë edhe mua të paktën se thash ku shkoi Roza është këtu, Ermali është këtu, ne jemi në ekran. Po të lash në botën tonë duke kënduar këngën e Oltës. Ishte një këngë në fakt që përlot jo vetëm Oltën, por një publik të tërë, media të rozë që shkruajtën të shtunave, portale online. Po, bëri shumë zhurmë surpriza që Stevie i bëri motës së vet Oltës. Kështu që ne realizuam një tjetër objektiv tonin, të brava, më fal. Realizuam një objektiv tjetër të sillim emocionet forta në ekran, siç do kemi edhe sot, apo? Po, patjetër, dhe jam shumë kurioze të di, le të bëj pak sikur nuk di gjë. Jam shumë kurioze të di Ermal, kush është personazhi sotëm? Kë do surprizoj? Kush do surprizoj kë? Çfarë do bëhet? Si ç'është tek? Jo, me që ti je kurioze, unë s'merrem fare me këtë detaj, se kur ta takojmë vajzën, është vajzë. Është vajzë, ç'është horoskopi? Nuk e di as unë, këtë e them në mënyrë të sinqertë. Merrem pak me Rozën, që sot është kuruar shumë nice. Më vjen keq të lutem. Shumë. Sot jam kuruar te butik Room 11 që ndodhet në Myslimshy, ngjitur me karburantin dhe kemi bërë dhe thojt aty te eri dhe kemi lyer vetë sot për shembull nga nxitimi. E kështu gjëra është bukur, ëh? Po, sepse sa u fut Roza më tha pas kam edhe Luanin jo vetëm në shenjën astrologjisë, por edhe këtu. Kështu që edhe unë do të falenderoj Senso Unico Albania për veshjen time, gjeni po te Myslimshyri. Oh mother, be stronger. E mban mend pranverën? E mbaj mend pranvera në kavaj, vajtëm në kavaj që ajo surprizonte motrën e vet. E mbaj mend pranverën që nuk dinte tekstin e këngës. E mbaj mend pranverën. Ndërkohë unë mbaj mend shumë kërkesa që kanë ardhur sezonin që shkoi. Kërkonin të surprizonin prindrit, po unë, Roza, Genti, vendoseshim pak në siklet për faktin se nuk ishte klipe për prindrit. Tani që ne kemi ndryshuar formulën, kemi mundësi të japim Kjo është shumë e mirë. Tani çdo kush ka mundësi të bëjë një surprizë në Heart Attack. Nuk është e thënë që duhet kesh patjetër aftësi, aktrimi, interpretimi, të hapësh gojën për një këngë që ti do të surprizosh. Çdo kush mund të bëjë surprizë. Kështu që kemi zbuluar edhe ti mund të jesh, por kemi zbuluar faktin që surprizojmë një nënë sot, një mama. Nuk e di pse është një ditë kaq e bukur sot, pozitive, me diell, nuk e di. Unë personalisht ndjem një rreze e vogël dielli shumë pozitive. E kam përshtypjen që do të na duhet e gjithkohë, saq më tepër që edhe sot do të kemi surprizë pas surprize. Stafi është përgatitur për një ditë puntat veçantë dhe gjithçka nis tani sepse kemi ardhur Roza këtu, kam përshtypjen të takojmë Anxhin, ëh? Po jemi pranë piramidës për takuar Anxhin. Kështu që Rema ti hap pak krahun që ne të zbresim. Sa ka Anxhi që na pret është pyetja? A do na fali? Jeni bërë gjithë si Roza, vënoni nga një orë i gjysmë. Jo. Roza nuk vënot asnjëherë. Sot për shembull korrekte, kështu që e dashur zbresim. Prit se kemi Kemi dhurata e gjitha. Hajde. Kurioze jam ta shofi çik si është Anxhi. Në fakt, Roza me vërtet nuk e ka parë sepse kontakti në Facebook ka qenë nga faqja jonë me mua. Po më bëj admin te faqja Heart Attack-ut më Po pse bën se kurse? Do të bëj një tortë. Hajde, Anxhi. Erdhi, ja. Ç'kemi? Tako Roza se po grindemi. Deri tani tha unë. Si e dashur? Wow. Sa mirë, hajde në mes. Eja në mes. Wow, sy të mdhënj. Ja dhe një fans tjetër. Mirë se erdhe. I like her, më pëlqet. Është ç'ke. Të çë një horoskopi. Binjakat. Ka shumë kërkesa për njeriu në zemrës, ka shumë kërkesa për mikesha. Surprizat për nënat kanë qenë pak veçanta mbas edhe për shkak të formatit, kanë pasur siklet. Ti shkruan për mamin, si të erdhi ngacmimi? E merrti ngacmimin në momentin që pash emisionin e parë dhe që duhet ishte një Heart Attack për njeriu më të rëndësishëm dhe njeriu më i rëndësishëm për mua është mami. Po. Edhe për mua. Edhe për mua pse ka ndonjë që s'është mami apo mund të jetë edhe babi? Jo, s'ka bëj me binjakët besoj. Dhe shkruajte, kujdes se mos na bie Roza. Edhe mendova t'ja bëj këtë surprizë për t'i treguar që unë bëj dhe të pabëra, nuk jam gjithmonë kështu njeri brenda natyrën tënde mami jot mund të jetë njeri shumë i qetë apo
i ashpër, mund të më rraj mua tani kur të shkoj, do thot kush jeti bandill që vjen ma merr gocën. Uroj që të ndodhi. Është pak impulsive, po që shpresoj shumë. Meqense është viti Luanit sipas teje, ke Kam shfaq. Luani mamin unë. Mami Luani, pyetja jote $1 milion për mamin që do na ndjeki kur ta shohë këtë gjën. Mami, Çfarë pi në mëngjes, kafe turke apo ekspres? Express. Jo, s'quhet, jo, kafe turke të lutem, shumë më vjen keq, është dita, unë me maman ti me meritën ti me kafe turke kemi çdo mëngjes. Okej, e mora vesh, okej. emisioni është për Anxhën. Se fillon Roza tani na tregon ditarin e saj në lidhje me ritën. Më thua çfarë thua? Jo, po thoya që nuk ka kohë mëngjes për kafen turke, kështu që Expressin Po, për ta mbyllur këtu bisedën, ku punon mami? tek QSUT-ja. Kështu që do shkojmë te QSUT-ja, Roza, vizitojmë edhe ne. Shko ti me i fjalë, unë do të pres atje jashtë se i kam Po, panik po. aget. Okej, shkojmë. Hajde. Shumë. Jemi një ndër të vetmit emisionet që kanë një studio lëvizëse me 4 rrota, thot Roza shpesh. Sa shumë. Faleminderit Jo, shumë. po çfarë të thoshte vajza? Më thuaj pak, unë jam kurioze të di. Për shembull, marrëdhënia jote me mamin kur ti do të dalësh në shtëpi e veshur ekstravagante. Çfarë thot? Dhe unë brapsh. Unë brapsh? Jo, unë gjithmonë kur vishem ose nëse nuk marr mendimin e mamit dhe ajo më japi okein, jo për ekstravagancën, më tepër se sa dukem bukur. Si thua, pa më thënë jo në vetë, po thjesht nga grimasa e fytyrës se kuptoj që nuk jam në Qitshëm. Në cilin moment ka filluar marrëdhënia juaj të bëhet marrëdhënie shoqëje? Kur ti pas sikletit ke thënë mamit qoftë edhe një për problem personal, mbase intim, të një raporti me një djali? Ermal, se je djalë dhe nuk merr vesh nga gjella me presh. Kjo gjë vjen gjithmonë mama të shoqëton. Ta dëgjojmë Anxhën. Jo, përse shikoj këtë do që- thoja që vërtet mami gjithmonë ta ofron atë mbështetje, ndihmën, mi po duhet që të jetë e dy anshme, domethënë ka qenë e dy anshme nga gjimnazi, se aty fillojnë ato problemet e hormonet, gjëra të tilla. Aty ka filluar të bëhet shumë shoqërore. Një mami mjeke kam përshtypjen perceptimi im nuk është asnjëherë në shtëpi, është shumë vonë, oraret e të zgjatura. Një mami mjeke do thotë që ti nuk smuresh kur. Ne jemi gabim? Jo, përkundrazi është si thënë ustaji i shpinave të rregullon të fundit. Ndaj e tash edhe unë. Do me thënë të mungon, ka pasur raste që mami ka qenë në orare të zgjatura. Po, madje ka raste që natën vonë i duhet patjetër të shkoj në zyrë për probleme ndryshme, po ne jemi mësuar me këtë monotoninë, me këtë rutinën. Një pyetje nga salla. Si ka reaguar mami kur ti ke lyer flokët për herë të parë? Ua, shka për sot. Kemi qenë bashkë. Kemi shkuar bashkë. Po, në parukë. Si puna ime me mamin tim, dhe unë tatuazhin tim parë që e bëra vajta me mamin. Edhe piercingun tim parë që e bëra ishte me mamin. Dua dhe unë një tatuazh, mami, si thua. Mami, kërkoj një tatuazh mamit, një vajza, nuk tatuazh. ka asgjë të keqe, më shif mua, kam 7. Erdhën, kanë ardhur njerëz me tatuazhe, Olta do që të bësh kishte tatuazh. pak, po unë e kam bërë, ti e di, do ta bëj edhe unë. Anxhe, jam kurios për një raport të fortë, vajze, mami, ti që supervizon mamin në ekran. Mami si do e marrë gjithë të? Mendoj se do jetë gjithkohën shumë e emocionuar. Shpresoj të mos jetë si e ngrirë, por që emocionet e di që do i ketë papërshkrueshme, edhe do jetë e surprizuar pafund, ndoshta do më thotë ndonjë gjë kështu, po si të shkoj mendja, por që Tani ne do shkojmë në një tjetër moment shumë të sikletshëm. Mami është shefe, se na përgjigj batuta teksa diskutoni me Gendi, tha po shefe mami, do shkojmë në spital, në QSUT. Po na pret në zyrë, kemi ndonjë bashkëpunëtor, motrë, ndonjë njerit familjes, kush po na ndihmon? po kam Dajen, i cili po na ndihmon me gjithë këtë, me telefonatën ku është Faleminderit Daja. Edhe Çfarë tha ti, e çmendur kur i the që po bëj një gjë të tillë? jo, shumë bukur. Edhe ka thënë që po na pret. Jo ne, Daja. po pret Dajen, po do shkojmë ne. Kështu që Gend, ne nisemi për tek mami se duam të dinë çfarë do ndodhi me mamin me emrin Albana. Mami Alban. Bana shkurt? Bani i thrasin më shumë, po duket sikur është çun kur i thrasin Bani, po Bana. Okej. Roza, shihemi pastaj.
Jemi në QSUT, për fat zotit u kam ardhur shumë radhë në këtë vend dhe nuk e njoh. Uroj të vini edhe ju sa më radhë. E do takojmë tani shefe Albanën. Angela ka thënë që zonja Albana është shefe e kirurgjisë, kështu që do drejtohemi tek salla e kirurgjisë. Kuri ku mund ta gjej zakonisht apo? Te dhoma e kërë fermierë. Okej. Faleminderit. Shojmë inshallah është këtu. Përshëndetje. Po kërkoj shef Albanën? Shef Albanën? Këta janë djemtë e mi, regjizori dhe Ermali. Po, të lutem. Kam një emision me surpriza në Agon Channel dhe në fokus jeni ju. Nuk ka lidhje me asgjë me punën tuaj, me institucionin tuaj. Faleminderit. Kolegët tuaj na thanë që nuk është tu, unë ndjeja që ishit tu. Ka një surprizë, një video mesazh, një person i veçantë. Do t'ju tregoj diçka në emisionin ton, në makinën ton që po pret poshtë. Thjesht duam dashamirësinë tuaj, si një shefe e zonja gjithmonë kësaj radhe e emocioneve të na ndiqni dhe të dëgjoni video mesazhin. Nëse s'ju pëlqen thoni faleminderit, por kam përshtypjen që do t'ju pëlqejë. Keni kuptuar gjë? Që surprizat pëlqehen, po unë jam e befasuar, domethënë po tjetër ndote, ju këprisni, se dhe unë isha me siklet, do na lejojnë të xhirojmë. Person që kishte nevojë për punën time dhe sepse unë kam marrë çik vonë punë dhe kaq. Keni dëshuar gjatë këtyre ditëve një mikesh në punë, stafi, mbase familja? Jo. Domethënë tani nuk kemi asnjë ide kush fshihet pas kësaj gjëje? Jo. Të flas unë një herë tani? Dua të flas unë. Për shembull, di që keni pasur një gëzim familjar këtë ditë. Po, mbrëm. Si ja kaluat? Mirë, shumë mirë, mrekullisht. Ruam pak tani se më vuri në siklet zonja, ishte tamam shefet pik, të lutem dilni jashtë. Shkoi mirë festa? Shumë mirë. Mrekullisht mirë. Dikush mbasi ka kërkuar diçka, ju e keni tepruar diku, keni lënduar dikë, keni haruar pa takuar ndonjëri nga fisi? Jo, nuk besoj. Nuk besoj. Ka një video mesazh, ikim? Okej. Ikim. Lëvizim. Sfara. Vajza, e ka emrin? Angela, Ju keni sa fëmijë? 2 vajza. Vajza, e patshim me jetë. Që i përshëndes, vajzat studiojnë, çfarë bëjnë jetën e tyre? Vajza e madhe, vit 2 arkitekturë ka mbaruar këtë vit. E vogla klas 7. Tani mua ma bëre zemrën bam, isha unë që pësova hard attack. Edhe me vajzat kështu jeni autoritare apo ndryshon? Herë. Si duhet jetë raporti? I përshëndesim edhe zonjat që na ndihmuan. Faleminderit. Po e marrim për një analizë zemrash. I ka ardhur një surprizë, do t'i masim pak pulsin e zemrës. Do ju nga puna keni bërë ndonjë gjë apo s'dëgjote? Absolutisht asgjë. Mirë, nga puna s'ka shenja. Faleminderit e dashur, punë të mbar. Si ka qenë intensiteti i punës? Lodhur, mërzitur? Punës time janë mësuar me surprizat e mia, më kanë bërë edhe vetë në 35 vjetorin, po gjithsesi prapë çuditshëm ju duket. Përshëndetje. Si e mami? Mirë? Hajde afro këtu tek unë. Kjo është shtëpia jon. Roza është kolega ime. Mirë, faleminderit. E ke parë Heart Attack? Po, e shoh. E ka ndjekur. Okej, në rregull. Është në dieni, nuk është se po çuditë çka ka bërë vaki në Shqipëri apo jo? Dori në fillim dini jasha, nuk dua fare. Me vërtet? Jam nxive që jetën me bojë të zezë, se fiksime kam. Jo, nuk e di si është dukur, po stop. Do të merrni leje për atë që po bëni. Ta dish asu nuk e kam parë dhe unë jam shumë kurioze, ta dish. Unë e di që tani që po më shikon këtu në Agon Channel, po pyet veten se çfarë bëj unë këtu. Unë jam këtu për të surprizuar dhe për të treguar dashurinë time shumë të madhe në një formë tjetër, për të thënë që ditët e zakonshme i bën dashuria të jashtëzakonshme dhe për të kërkuar që të mos mbërtasësh më për punët e shtëpisë apo për ndonjë sherr me Alesian, gjëra që janë të vogla por që neve na mërzisin ndonjëherë. Unë uroj shumë që të të pëlqejë gjitha kjo edhe të më ndjekësh në surprizën time të dytë, sepse nuk kam mbaruar akoma deri këtu, shpresoj të mos jesh emocionuar shumë, të puth fort.
Ky është efekti këto janë lotot e sinqerta të një nëne që është munduar gjithë jetën të rrisë si vajzën e saj dhe vajza ja shpërblen. Vajza të tregon mirënjohje, të tregon që faleminderit që më ke ndetur në krah. Është mënyra më e prisja. Gjithmonë thëna nga goja e saj është e mrekullueshme. Në këtë moment e edhe mami jon, u emocionuam të gjithë. Po edhe na shkoi heart attack-u me lotë në sy. Ti prisja diçka në fakt. Është fëmijë jashtëzakonshëm. Të më pyetet çfarë që ai autoritare. Jam për faktin se mbase ajo edhe e kërkon atë autoritetin tim, e don atë drejtimin tim, por absolutisht unë jam shoqja saj, jam mbështetja saj. Është fëmijë që nuk e çaj shton, është fëmijë që do ta donte, jo pse jam unë prindi i saj, po çdo prind do ta donte. Shefe Albana, a mund të themi Albana të bëhemi miq? Faleminderit. Më than Bani akoma më miq. Lejoj që të ta Jo, thosha jo, e shpesh, dashur. Pëlqen kjo pjesa shefe. Okej. Drejtohemi tani Armal. Drejtohemi, ti tani je e gatshme të na dorëzosh sepse Anxhi në fund tha më lër të të surprizoj dhe të Kemi vazhdoj edhe një misionin. surprizë të fundit. Ne do drejtohemi aty ku Anxhi na pret. Por ka një kusht, Roza të lutem, ke heart attack-un. Është momenti që ti nuk duhet të shohësh Asnjë gjë, ne do të lidhim Momenti syt që ne do sepse po, mundim ta bëjmë këtë pak gjë të vogël? Patjetër, e bëjmë patjetër. E bëjmë për Anxhin, që ku do jetë Anxhi dhe çfarë do bëj. Mbulojmë syt edhe Albanës, jemi okay Roza, po dridhet, por që të thash në këtë moment ne jemi ne fëmijët e tu. Mirë, nisemi për te Anxhi, për të Jemi në nisur aksion. aksionin final. Stressing you out, why don't you go? You're wasting your time with your lies, oh. You've been breaking me down, now it's enough, 'cause you'll do it again and again, oh. I hope that you'll be gone soon, I can't take no more, oh no. Na pyet, ne jemi gati të na pyesësh. Pyetësh për çfarë të duash? Dim nesër çfarë përgjigjemi. Vazhdon pastaj fjalia. Për çfarë do na pyesë Albana? Po më duam ndalojmë dhe xhirimet. Se emocionet bëjnë të vetën, nuk të... Si do ndjeshe sikur të bënte Angela Tatuazh. emrin tënd? Sigurisht jashtëzakonisht mirë, po jo, nuk do doja. Do doja të bëte një zgjedhje të saj. Ajo e ka bërë e ka shkruar me zemër dhe Albana nuk e di. Ajo do ishte shumë e bukur për mua, po Roza ndaloj pak, Ogenti ndaloj pak regjistrimin, po nuk do ta thoje se ne ta bëjmë tatuazhin tani. Ogenti të lutem, edhe një herë, mos nuk do ta thoje këtë pjesën se do ta pjesën, okay. Nuk do ta thoje Roza se po shkojmë për të bërë tatuazh. Po unë tani t'e di për tatuazhet i kam thënë jo. Ti ke thënë jo? Jo. Prandaj thatë video mesazhi, uroj të mos më bërtasësh shumë. Ishte pjesa uroj mos më bërtasësh shumë për punët e shtëpisë. Më thuaj për çfarë i bërtet më shumë kur bëhet fjalë tek punët e shtëpisë. Ka thënë jo për tatuazhin, lëri se kjo ishte gjithë lajmi sot. Si do ja bëjmë Roza, po pse nuk të rrim tani ama? Të dua shumë, pse duhet të flisje? Po çfarë ti bëj, më shpëtoj o buri dhe o, ka dhe gjëra të tilla. Na fali juve. Do ta ndihmoj unë. Ne do bëjmë sikur se kemi dëgjuar. Ne të paktën bëjmë këtë, Genti. Të paktën bëjmë sikur nuk e dim, ë? Do na ndihmosh Albana sikurse. Absolutisht, sigurisht. Surpriza ishte shumë tani gjëra. Okej, që po thoni, më thuaj pak. Tek video mesazhi. Okej, ç'është një Armali? Jo se Ishte një surprizë më vete dhe kjo. Ardha tak numër 2, kështu që ja do, no? Okej.
Tek video mesazhi Angela thotë të lutem nuk dua të më bërtasë shumë, bëhet fjalë për punët e shtëpisë. Kështu që unë do doja dija për çfarë kapeni më shumë kur vjen situata tek pastrimi. Jo, në fakt ne nuk kapemi, po unë i them këtë pse se ke bërë. Dhe Nuk bën më së shumti. jo, ajo bën ato që mendon se i ka bërë në rregull, gjithmonë unë do ta gjej një gjë që shiko se duhet bëhe më shumë. Çfarë shenjë horoskopi e Virgjeresha? Jo, ujori. Ujori. Girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Me siklet? Me syndrom? Good time call, phone's blowing up. Bring on my Imagjino, për shumë thjesht duket të qeshur. Ti e më shkon. Oh, jo, se ne e mbajemi për staf serioz, dinjitoz, oz. Sigurisht, po kjo nuk tregon mos seriozitet, kjo tregon për diçka për qeshur. Origjinale. Si mund ndihesh përfituron veten dhe e bën tek tjetrin, e prova. Po që pas kemi fituar sot një njeri shumë të veçantë, një mami kaq të mirë, po edhe një personazh të fshehur të medias shqiptare, po të ishte për një Angela ankohet tek pjesa e punëve të shtëpisë, jo se i kërkohet shumë, po thjesht sepse ajo më do gjithkohon shoqe. Të ka prezantuar Angela ndonjë djalë, ndonjë shokun e vet për shembull? Jo, prezantuar jo, por bisedat mes pëlqimesh, gjëra të tilla absolutisht. një mami. Angela ka një mami autoritare, një mami shefe, Jo, duhet ta mendoj u mirë. zbut. Unë tani u Duhet ta keq- mendoj mirë nëse do i prezantoj një shok apo jo, apo e kam gabim. Absolutisht jo. Unë duhet jem e para që duhet të marr Çfarë bëj? marr vesh, po do të them besoj se besimi i saj më i madh është tek unë, kështu që qoftë edhe për një mendim atë ulem për një kafe. Po. Domethënë si mendon ti, jo për t'i dhënë leje, por thjesht për t'i dhënë mendimin tim Bravo. tek njeriu Albana. ajo i cili beson. Ka Ishte vetëm një vetëm detaj vetëm vërtet. kaq. Prandaj- Angela është 20 vjeç, ka hyrë për 21. Alban, ne emisionin tonë nuk e përdorim vetëm për të prekur njerëzit e për të emocionuar, për të qartë, sepse kalon dhe tek ne dhe unë dhe Roza jemi prekur shpesh. Por edhe për këtë momentin e një mesazhi të një nëneje, jo vetëm ndaj vajzës së saj, por dhe shumë vajzave e femrave që na ndjekin. Për ty, çfarë duhet kenë sot kujdes vajzat, qoftë në raport edhe me një mashkull? Të kenë dinjitet dhe karakter. Kjo është gjëja më e Të mirë. gaboj nuk ka problem, po mos të bjeri të ditën ngrihet. Kemi ardhur Dan. te qendra e tatuazheve. Po, Të shohim se si Albana do reagoj. e njoh të dyqanin e Po, tatuazhistit, se është ke bërë tatuazhist i shpesh ti, mirë. po. Po, kam bërë 2 nga tatuazhe. dy i ke bërë Dy i këtu. kam bërë tek ky. Nuk është se është shumë i kushtueshëm, po kam përshtypjen të na bëj falas. Okej, ne zbresim, ndërkohë Albana, Roza lutem ma mbaj pak Albanën këtu 2 minuta. Okej. Staying in my paper tin where the fun ain't got no end. Staying in my paper tin. Albana më jep dorën. Opa, kujdes, 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 pa kokë. Shumë kujdes edhe. Kështu është kur Angji, ashtu. Ma fut kraun që kemi komod, ashtu. Hajde dhe Rosa, derën. Oh my god! Oh my god! Okej. Po, unë gëzoj se kam çashof, ti ke si të mbyllur ajo, unë shoh, unë po shoh një super gjë të bukur. Okej, Roza përmbau. Roza përmbau. Roza. Flori, Shkall, shkall normale, shkall, 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 shkall. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to a love, with a kind of down to earth. Atëherë, në momentin final, ne jemi këtu, besoj Roza e krye misionin sot, largohemi të gjithë, ikim apo Kaq ishte, unë them ta mbyllim. Ta hequn këtë. do ta heqësh vetë apo ta të ndihmojmë? ne? Si du si. Hiqe vet. Kam përshtypjen e karpicës. Prit. Pak mikrofonin Roza Albanës. Alban gati? Gati, Gati, gati the.
Njeriu asnjëherë s'është gati, po gati po them. Jemi gati. Ne duhet. Zemra ime. Bota ime. Pse? Pse çfarë ka ndodhur? Ke fituar ke pas ditëlindje? Dhe ne nuk e Ke dim. fituar ndonjë çmim? Jo. Të është rrit rroga. Jo. Çfarë? Ka ndodhur. Saj. Je bota. Si të duket njëra e gjitha? Mrekullueshme. Po, ona ka shpëtuar ne një gjë dhe këtu emisioni ynë dështon. Çafin ke nona. Po, llogaria e mamit një. Përveç çarçafit nonës, tani kemi dështuar ne se nuk dim për çfarë të urojnë ose ti na i thuaj tani të vërtetën çfarë ka sot që ti do ke këtë urim publik. Çfarë ka ndodhur? Mos më vjen mend asgjë. Zemra ime. Ti vërtet mendon se s'ke fituar asnjë gjë. Po ti ke fituar çimin më i mirë në botë. O jeta ime. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Oh, give me love. My mind, my mind. Oh, give me love. My mind, my mind. Give me Një love. çmim për mamin. Ta shohim pak çmimin. Mami, mos qaj. Ti je mami më e mirë në botë, shi qa vajzë. Mamia, mund ta- Shi qa punë ke bërë me këtë vajzë. Shi si ta Kalojmë pak shpërblet. te spektakli akoma avion, shkojmë pak te studia jon, skena jon. Po. Se sjell diçka edhe me vete. Ja kujdes. Dina ka sjell, po do të ishte një detaj jashtëzakonisht i bukur. Angela për ditëlindje më ka dhuruar një rum. Kam bërë. Është koha jote dashur. Është koha jote, je ti mami më e mirë në botë, për ty e ka. Ishte shpjegimi më të. Një çmimi mami më i mirë në botë. A mund ta prekim ne t'ia tregojmë dhe publikut, publik i dashur, Ros tregoja pak, u bëm edhe ne për Oscar e për MTV. Mami më i mirë në botë. 29/9/2014. Besoj se Kjo do është fëmia më i mirë në botë. Jo për mua. Kushdo që do ta njihte do e thoshte këtë. Si ndihet mami tani? S'ka fjalë. Do mbaj mend gjatë të datë? Absolutisht, po unë mbaj mend çdo detaj të saj. Do vendosim të çmimin? Unë ruaj çdo flet, çdo gjë që e shkruan. Edhe pse i duket që unë nuk i jap rëndësi, jap jashtëzakonisht rëndësi. Dhe çdo kolegi im e lexon e thotë është e veçantë. Oh, i mban edhe në zyrë me një fjalë. Të gjitha çfarë i dedikon mami. Besoj ky është trofeu më i bukur. Ky do ri në krye të qoshes, si themi ne. Ndërkohë mami, Anxhit ka surprizuar para që ta shikoj sa më shumë mirë. me trofeun mami më e mirë në botë. Agon Channel ka sjellur freskinë e disa luleve që janë për Lule ty. nga Belfiore, faleminderit Belfiore. Lule të bukura për mamin e bukur. Për mamin. Faleminderit për punën e bukur e të mrekullueshme që bën. Për të emisione që falni. Ditë të veçantë sot. Absolutisht. Edhe emocionuese. Jashtëzakonisht. Mbyllur nga ty? Faleminderit shumë të gjithëve. Do ta mbaj mend të dyja gjatë këtë ditë. Jashtëzakonisht. Jo gjatë, po nuk do harrohet asnjëherë. Qofshit familja më e bekuar Ky në ishte botë. ky ishte një heart attack shumë i bukur, shumë emocionues miq. Para çdo gjë. Faleminderit. Miqtë Agon Channel si gjithmonë do keni motiv për të qëndruar në ekranin ton për të parë surprizat e bukura që kemi me emisionin Heart Attack. Ja ta bëja një prezantim dinjitoz dhe serioz. Një prezantim për Sanremo, thash shpati Roza, duhet të vi me këmbë tokë në prezantimin e Rozës. Faleminderit shumë, të kthehemi tani në Në origjinalitet. origjinë, ja mos i çaj, jo se na duan. Kemi surprizuar një zëmër nëne, një vajzë simpatike e bjonde, por shumë e Shumë e ndjeshme. bukur, sy të bukur, buzë të bukura, dhëmë të bukura, flokë të E bukura, unë nuk flas dot tani se kam Po. mamin afër. Po, ti mos flas unë, tolerojt mua se jam gjinja femërore. Nëse doni bëni protagonist në Hard Attack Agon Channel dhe mos harroni nga kjo javë, nga kjo shtunë ne rikthehemi në orarin ton të zakonshëm të shtunave në 19:10. Gjithmonë do e shihni të shtunën, kanë motive shumë të forta që të gjithë të ulen përpara ekranit Agon Channel që të shohin një emision plot surpriza, plot emocione spontane që janë drejt për së drejti. Me Ermanit. I love when you play with me. Everything you make me see. I love your arms around me. I love my dreams to come true. 'Cause all I wanna do is make love lovers do. And if you wanted to, let's say you're loving me.